Ata që morën, nikën, s'ka gjë. Ai Se janë se sa flasin nga klubi ata, ai se do të gjë çaku. Tak. Kush u bë? Janë të vetë të. Arde bir, hadi bir doksan. Sa ke vjedhni. Ora djoj, po i shifton që parë. Ora ajo bëve po i kap te git atë. Si quheni ju? Umbra ushi. O Plumbë, ju jeni pronari një stalle baktish. Po. Çfarë ka ndodhur? Po mbram ka dalë lumi jashtë shtradit dhe më kam mbytur disa lica. Sa? Po aty të 100 copë. Tani kur bie niveli i ujit, të shikoj se jam tërë në ujë. Kur të bie niveli, do të shikoj sa mungojnë, sa s'mungojnë, sa ka marrë lumi. Ndërkohë kjo është përmbytja e dytë në stall. E dyta, ajo e para ishte lehtë, kjo ishte tu teliko kur thot greku. Po, edhe sa deme ju ka shkaktuar ose limaj me të dy? Po demin aty tek 6-7 milion. Bashkëpunonësit e bashkisë që erdhën, bën një verifikim demesh? Po, bën një verifikim tani, po. Shpresoni që të merrni në një lek nga kjo? Po, inshallah të më një. Ndodh shpesh që ky kanal del? Siç flasin fshatar, nuk ka 30 vjet, nuk 30 vjet, 20 vjet më mend, nuk ka dalë ndonjëherë. Kjo është era e parë që ka bërë këtë përmbytje. Dhe si erdhi? Domethënë nga vjen? Tani si Është vjen? bllokuar, është si mendon? Unë si mendoj për shembull që ka na politika. Kena politika se kur shi nuk ra. Me Digat ditë ka të kujt janë digat? banjës. Ai në centrale. Po, central Gjandevi. Devolli këtu. Gjandevi. Është përmbytur dhe landfilli i qytetit. Plera. Gjandevi nuk futet do. Nuk futet. Sa ditë ka që në mëngjes? Që mrem. Natë. Tërë natën isha mrem. Po, dërët nuk janë punë ati ngresh. Nuk isha 10 dosa që janë aty, po të shikosh të bëjë, nuk janë tërë 20 morën prama. Prama të kastava. Plus andej, kur bëjë ujtë janë tërë. Me këtë ushqeni? Me këta ushqeni. Fshatarin. Me tokë. Qa apeli bën bashkisë, qeverisë, për gjithë të përmbytje që janë shkaktuar? Këto janë fatkeqësi natyrore, dakord. Po na dhana ndim. Mirë do jetë. Se në shiko që përse? Këtu e ka çuë, po buron. E do ta nis shumë prapë si se bëj pa. Çfarë ta nis? Na të marrë në se flesh po. Kanë edhe një çaudësh aty. I frikshëm. Na erdhi një stres kështu, marrim mendësh me ndërtim. Çfarë thua më në vetë ti?